edhe armën personale, që ka qenë një kohë një automatik që ja u ke marrë forçave sheve me 24 mars 98, po në disa raste tjera kam bërë të armë tjera personale. Ka pasë raste që me vete kam pasë edhe shpatë. Pra, zakonisht kur jam zhvendosh prej venin vend, këtë pajisjet e mija i kom marrë vetë, edhe në pajisjet e mija ka pasë edhe shpatë. Kjo ka qenë, domthonjë, për ditëshmëria ime bashkëkohëtarët e mi. Ku trajnuat, zotë Haradinaj? Ku trajnuat për? Tani... Se tash na lidhet kjo dhe me rrëfimin e James Rubin, edhe nuk është që keni folur shumë për mënyrën si jeni përgatitur për të qenë. Po, na e kem ditë se për shembull lufta jonë ka ardhur, është lufta intensive, dikun unë muj me fol për vete. 93-94 kanë fillu ka pak veprime tona luftarake, po ma intensive o konë dikun 97-ën. Lufta në Bosnjën Kroaci filloi 91. Pra ne kishim shumë vite kohë, shqiptarët e Kosovës me u bo gati për luftë. Unë ka pas fillu edhe ma herët, realisht, se kam kryu ushtrinë e Jugosllavisë 87-88, ku jam gradu te ata dhe kam kryu disa fshime. Pastaj kudo që kam ujtë, jam aftësue, kudo që kam ri, në përprandim në Shqipëri, kudo që kam ri. Çka mund të na zbuloni sot për komunikimet me CIA-n? Sepse James Rubin tha, zbulova që Haradinaj kishte komunikim me herët me. Tëri, thonë dhe ajo është e logjikshme që institucionet e sigurisë të Amerikës kanë komunikuar me UÇK-n edhe ma herët se sa ndryshe thonë që u bë publike se kanë desh mu informu kush janë UÇK-ja. Çfarë qëllimesh luftës kanë. Mos rastisht po është një luftë fetare, ose mos ka qëllim ndonjë hakmarrje historike, për shembull, se ne na kanë dëmtuar shep për mbi 100 vjet. E mos është qëllimi veç me kthy borxhe. Mendoj që ka qenë shumë interes komunikimi, edhe sqarimi se kush jemi ne, edhe është për mua është nder pra me pas komunikim me institucionet e sigurisë të Amerikës, jo veç unë, po çdo institucion i Kosovës, çdo vendimarrës i Kosovës në çdo nivel, është mirë ta gëzon besimin e institucioneve të sigurisë të Amerikës, ta ketë këtë besim, ta kultivon këtë besim, ta ruan, sepse është nëse jo për asgjë tjetër, ne kemi 400 sa kilometra kufi toksor me Serbinë, jo veç veriu. Po këtë pjesa e Kosovë, Serbia është e rafsh, lutem, është letë e depërtueshme në dy anë, edhe bashkëpunimi me institucionet e sigurisë të Amerikës është jetik për ne, për sigurinë tonë. Sepse Amerika na ruan kufit, thonë ju. Po është jetik, pa të garancë nuk është njëjtë. Ne do ta bëjmë çdo herë më të mirën për me mbrojt veten, edhe nuk heqim dorë nga ato, me mbrojt dhe jemi krenar për gatishmërinë e këto ato aftësitë tona, që lojnë mu dëshiru realisht, se nuk jemi aftësu sa duhet, sa kemi mujt. Mirë po, aleanca me Amerikën, garanca e tyre është shumë e rëndësishme.